Me tekst të veçantë do të flasim për një problematikë e cila lidhet me Fakultetin e Mjekësisë në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Në fakt, ka 3 vjet që prej kur në këtë universitet, në këtë degë të Universitetit të Prishtinës nuk ka pasur shpallje të konkursit për të pranuar kandidatë të ri në procesin e mësimdhënies. Flasim për kërkesat të vazhdueshme të stafit të këtij fakulteti dhe në të njëjtën kohë për kërkesat të cilat sot i janë dorëzuar rektoratit, ministrit të arsimit, senatit dhe të tjerëve për të kërkuar që urgjentisht të ndërmerren masa konkrete të cilat do të ndihmonin që kjo degë, ose më mirë të themi ky fakultet, që është njëra prej shtyllave kryesore të universitetit tonë, të marrë një trajtim të merituar. Vitet kalojnë, stafi natyrshëm kalon vitet dhe po mbesin boshllëqe të cilat mund të rrezikojnë edhe akreditimin e këtij fakulteti. Për të folur për këtë nisë, për këto kërkesa dhe për gjendjen aktuale në Fakultetin e Mjekësisë, kam kënaqësinë që sot me ne kemi doktoreshen Merita Emini Sadiku, drejtoreshe klinikës së endokrinologjisë, po ashtu asistente rregullt në Fakultetin e Mjekësisë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne, doktoreshe. Faleminderit juve për ftesën. Me ne është po ashtu edhe doktoresha Blerta Latifi Xhemaili, stomatologjia e fëmijëve, specialiste e kësaj dege dhe asistente rregullt në Fakultetin e Mjekësisë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit juve, falenderoj shumë për kohën që keni ndajmë bashkëqësimet tona. Po flasim për një çështje jashtëzakonisht serioze, po flasim për një punë që duket sikur ka mbetur anash dhe që ka një ndikim jashtëzakonisht negativ në krejt procesin e punës që bëhet brenda Fakultetit të Mjekësisë. Është një periudhë 3 vjeçare që nuk ka pasur as edhe një konkurs për pozita të reja në Fakultetin e Mjekësisë. Cilat janë pasojat konkrete të kësaj? Po flasim jo për 3 muaj, 3 javë ose kështu, po flasim për një periudhë 3 vjeçare që nuk ka pasur as edhe një konkurs. Çfarë saktësisht po ndodh, doktoresha Merit, dhe sa është serioze situata? Ne kemi pasur fatin të shohim disa nga shkresat që ju i keni dorëzuar sot në Ministrinë e Arsimit, në rektorat, dhe duket të jetë gjendja shumë shqetësuese. Po ashtu është, dhe është një periudhë goxha e gjatë, muj me thonë, ndoshta 4 vitet e fundit, që në mënyrë intensive kemi dashur dhe kemi vazhduar të adresojmë këtë problem, të cilën shumë mirë e ke përmbledh. Fakulteti i Mjekësisë, siç dihet, është një prej degëve më të pëlqyera prej të rinjve dhe një prej fakulteteve me mas shumti staf akademik të ngritur sa i përket punës shkencore të cilën e bëjnë. Jemi prej 2 fakulteteve më meritore sa i përket rangimit të Universitetit të Prishtinës në rangun botror, do me thonë aq sa, do me thonë deri më tani ka arrit të ketë punime, por në të njëjtën kohë ballafaqohemi me problemet të ngritjes në nga pozita asistentit në profesor për çështjet të cilat kanë zgjidhje, por që duhen ta ndëgjojnë njësinë akademike e cila më së miri t'i den këto probleme. Ashtu është që 3 vite nuk ka pasur konkurs, përderisa parashihet që të ketë çdo vit nga 2 herë radhazi gjatë vitit të ketë mundësi për të konkuruar për pozita, për ngritje në pozitën e profesorit. Kjo çështje 4 vitet e fundit ka agravuar në atë formë ku ka pas si pasoj mbylljen e 4 katedrave të Fakultetit Mjekësisë, 4 katedra, gjë e cila e ka rritur këtë hendek edhe numri i të pensionuarve, profesorëve të pensionuar, që në këtë vit akademik ka rrinë diku 30 profesor të pensionuar. Kemi kuadro që të mbajnë të hapura këto katedra? Sigurisht që kemi. Sigurisht që kemi edhe se cili është më i mirë se tjetri, sa i përket arritjeve shkencore dhe punës së tyre vetanake. Mirë po, do më thonë, këtu ka mungu një dëgjem aktiv, si që i thonë psikologët, problematikës, e cila mas mirë t'i din të shpjegohet nga vetë menaxhmenti dhe ne të cilët punojmë aty dhe ballafaqohemi çdo ditë me këto vështirësi, dëgjem nga Universiteti i Prishtinës. Do më thonë, ka pasur her pas here, ndoshta është vendi i vetëm botë që rregulloret ndrohen për çdo vit, edhe ato pas asnjë shkak. Do me thonë, këto rregullore kanë shku duke vështirësu edhe më shumë aplikimin ton. Do me thonë, deri në qershor të vitit 2005 ka qenë norma
4 orë ligjerata dhe 2 orë ushtrime, gjë e cila e ka pasur mundësi ta lehtësoj, domethënë ngritjen e stafit akademik nga asistent në profesor asistent në ngritjen e parë të nivelit të profesorit, mirë po kjo në mënyrë arbitrare, pa u konsultu fare Fakulteti i Mjekësisë është bërë vetëm për fakultetin tonë, si edhe në të tjera me 6 orë norma e profesorit, gjë e cila e vështirëson shumë, domethënë aplikimin tonë dhe pranimin në këto kondita. Domethënë, rregulloret ndrohen shumë shpesh, shkojnë duke u vështirësuar, në anën tjetër, domethënë kërkesat edhe hendeku po shkon duke u thelluar me vite. Kemi nevojë, domethënë, për një dëgjem aktiv, për një marrje serioze të kësaj problematike dhe mesazhi jonë është që të dëgjohet Fakulteti i Mjekësisë, Këshilli i Fakultetit të Mjekësisë aty ku kanë kaluar, ku janë aprovuar planifikimet e këtyre pozitave. Gjithsej ka pas nevojat kanë qenë Fakultetit të Mjekësisë diku 78 pozita dhe për shkak të konditave buxhetore nga UP-ja janë reduktu këto pozita në 38, minimumi i mundshëm, që gjë e cila përkthehet në 13 pozita që s'ka ndalë 3 vite për çdo vit, që s'ka pas konkurs, që është krejt normale. Normale po i themin konditat tona, ndërsa në krahasim, po zëm, për shembull, vetëm klinika katedra e mjekësisë interne në Kroaci i ka diku 67 profesor, ne i kemi 7 profesor, edhe pse numri i popullatës edhe numri i studentëve Fakultetit Mjekësisë nuk ndryshon shumë. Domethënë, këtu shkon duke u vështirësu rruga drejt ngritjes akademike, jo duke u lehtësu, sepse ne... Sikur po vendosen barriera. Ne primare kemi pacientët, të gjithë jemi klinicist dhe paguemi nga klinika universitare, sepse japim kontributin për pacientët. Një pjesë e jona, gjë e cila ne japim edhe kontributin edhe në Fakultet Mjekësisë, po pagesa mirët shumë e vogël, 30%. Ishte sqaruar edhe në buxheti nuk rëndohet, mirë po, këto janë osmarrveshjet cilat ka mundësi shumë të zgjidhen. Doktoresha Vlerta, më falë. Pa tjetër. Doktoresha Vlerta, doktoresha Merit përmendi që janë 4 katedra të cilat tashmë janë mbytur, ndonë se kemi specialist të jashtëzakonshëm të fushave të caktuara. Por, nëse ne vazhdojmë të njëjtin avaz, kur them ne nuk kuptoj institucionet e shtetit, vazhdojmë me të njëjtin avaz, a ekziston një rrezik i mos akreditimit edhe të programeve të tjera, madje dhe edhe i mbylljes të themi të fakultetit të mjekësisë, sepse ne po flasim për një periudhë 3 vjeçare që ka pasur një numër të madh të stafit të cilët relativisht të madh të stafit të cilët janë pensionuar dhe krejt kjo po vje sikur gradualisht po shkon duke ngushtuar ky rrethi në të cilin ju punoni dhe funksiononi. Po, shumë e vërtet që rrezikon edhe akreditimi edhe mandej edhe mbyllja e këtyre programeve. Për shembull, për fushën e stomatologjisë të cilës i takoj, para disa muajve Agjencioni i Akreditimit të Kosovës ka vlerësuar gjatë procesit të akreditimit dhe ka kërkuar, domethënë ka jap rekomandimet që të rritet numri i profesorëve në Fakultetin e Stomatologjisë, për arsye se ka pasur një diskrepancë shumë të madhe në mes të numrit të profesorëve dhe të asistentëve, domethënë numër shumë i madh i asistentëve. Prandaj kjo ka qenë një kërkesë pothuajse imediate, por fatkeqësisht edhe kjo kërkesë e këtij agjencioni kaq të rëndësishëm nuk po respektohet nga ana e rektoratit. Në anën tjetër është edhe një çështje tjetër, për shembull nevoja domosdoshme e profesorëve edhe për ekzistencën e klinikave, për arsye se në bazë të statutit shërbimit spitalor universitar të Kosovës, për me ekzistu një klinik, duhet së paku të jenë 2 profesor të asaj lamije gjese. Tena ka shumë klinika të cilat dhe me thonë mungojnë ky numër i profesorve, dhe thot gjë që rrezikohet edhe ekzistenca e klinikave tona. Dhe më thonë, jemi në numër i konsiderueshëm i asistentëve të cilët përmbi
kemi përvojë në mësimdhënie për mbi 20 vite, dhe më thonë jemi asistent të rregull për mbi 20 vite, i kemi të përmbushura të gjitha kriteret, të gjitha ato çfarë janë kërkuar prej neve, si staf, po e mbaj kështu në dorë, si staf i fakultetit. Është një punë e madhe që nuk bëhet për një kohë të shkurtë, janë vite të tëra të tonat, ndoshta me po e them pa modestijes, një investim jetësor, i cili nuk po vlerësohet faktikisht nga ana e punëdhënësit tonë, nga ana e Universitetit të Prishtinës, prandaj edhe ne si staf akademik i Universitetit të Prishtinës po ndodhemi në një situatë shumë të rëndë, edhe pa lakmueshme saqë sot edhe jemi detyruar në një farë forme edhe në rrugë të kërkojmë edhe drejtën tonë, kemi bërë një protestë, po. Kjo ka qenë një formë revolte e jona, kemi kërku të takojmë edhe senatorët, se sot mbahet, sa e di është ende duke mbahet një mbledhje e senatit. Sipas disa informatave që kemi ne, dhe me thonë kërkesa e fakultetit të mjekësisë për numrin e A u diskutua falet medikanit, a ka dikush? Kemi bisedu me senatorët, po. Edhe kërkuam nga ata një farforme që të përkrahin, dhe me thonë, jo vetëm kërkesën tonë, mirë po dhe kërkesën e njësisë tonë, respektivisht qëndrimin edhe të dekanatit, dhe të respektohen, dhe me thonë, ato kërkesa, sepse normalisht që njësia është ajo e cila më smirë të i vlerëson nevojat për avansimin e stafit të ti. Ne edhe në të kaluarën kemi pas të problematika dhe vazhdimisht kemi kërkuar nga rektorati zgjidhje, dhe edhe unë personalisht, dhe gjithmonë ajo që ka më është thënë ose një farloj arsyetime është që gjithë shka varet prej njësis, nëse ne nuk kemi kërkes nga njësi, rektorati nuk mundet me u bë asgjë. Dhe me thonë faktikisht, fatkeqësisht, tani po ndodh komplet e kundërta e kësaj, për arsye se tani kërkesa nga njësia është, mirë po ajo nuk po respektohet nga ana e rektoratit. Më bëri shumë përshtypje në letrën që i keni dërguar ministrit tashmë në detyrë zotrit Hajrullah Çeku, pra ministrit arsimit, shkencës dhe teknologjisë. Në njërë nga paragrafet thuhet, në këtë stat kemi ardhur si rezultat i luftës së pashot që i bëhet njësisë tonë akademike nga ana e rektoratit, apo thënë më konkretisht nga rektori i Universitetit të Prishtinës, Arben Hajrullahu. Dhe prorektoria me më ndikim do njëherë e quajtur rektore në hije Albana Berisha Gjehaja. Fatkeqësisht, kontribues në këtë situatë është edhe kryesuesi i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, Altin Sahiti. Këta emra që po i përmendim dhe që i kemi pjesë të kërkesës ose letrës që ju i keni dërguar ministrit në detyrë Çeku, kanë pasur një reagim, keni marrë ndonjë përgjigje, keni arritur të krijoni një urë komunikimi me ta, sepse ndonë se janë në pozitat që duhet të na japin përgjigje, shpeshherë ne jemi dëshmitar që kemi një lloj muri mes institucioneve të cilat duhet të kishin një raport më të afërt edhe më komunikues mes vete. Me thënë drejtën i kemi takuar, dhe çdo herë premtimet kanë qenë se do ta shqyrtojmë kërkesën me seriozitetin e madh të mundshëm, edhe nuk kemi pas rezultate. Gjithmonë janë thirrë në rregullore të cilat Pra ju kemi komunikuar me ta, kemi komunikuar për vite të tëra, po kemi komunikuar, nuk kemi pas komunikim si grup të drejt për drejt me kryetarin e Këshillit Drejtues, Zotri Altinin, por si mbas këto informacioneve që kemi dhe rregullore të cilat miratohen, kryesorja është ajo e Këshillit Drejtues, sepse ajo rregullore është decisive sa i përket normës, të cilën e përmenda. Do të thonë nga 4+2 që ka qenë shumë e favorshme, në qershor të 2025 është bërë në gjashtor, e cila në mënyrë strikte e vështirëson jashtëzakonisht shumë zgjedhjen tonë. Por gjithashtu, ma e rëndësishme është edhe mos pranimi i praktikës klinike të vitit të 6 si pjesë e normës, e cila shkruan edhe në rregullore si 50% e normës orëve duhet jetë nga praktika klinike. Dhe kjo në mënyrë... Vëdësisht e kjo puna që 7-10 student të jenë në kohën kur bëhet praktika tek pacientët, që në arita të shoh janë 8 deri në 15 student. Në vendet e tjera të botës që mund të bëhen pjesë e 8 deri 10 student duhet të jenë pranë shtratit të Dikunisht edhe 8 pacientit. deri në 15. Po, sipas Universitetit të Zagrebit dhe të Vjenës, të cilën vazhdimisht e kemi dëshmuar si një prej citimeve të cilat
praktikohet në vendet e zhvilluara dhe ne bazohemi në plan programet e këtyre dy universiteteve, që nuk duhet të ketë grupe të mëdha në vitin e 6. Dhe kërkesa është që në Universitetin e Prishtinës të ketë, apo si është? Kërkesa jonë është që të ketë grupe të vogla dhe profesori ta mbaj këtë mësim, sepse këta student vetëm vitin e 6 e kanë dhe dalin mjek. Edhe në vitin e 6 nuk ka ligjerata në grupe të mëdha, siç është dhënë rekomandimi nga rektorati, është dhënë rekomandimi edhe ka mbet decisive ajo që duhet të mbahen 70, ndërsa ne e kundërshtojmë atë sepse nuk shkon me kriteret të cilat i ka viti 6 që mësimi duhet të bëhet në grupe të vogla, të jetë ma kualitativ dhe përgjegjësinë ta mbaj profesori sepse është ai i cili e bën klikun për mbajtjen e këtyre orëve, jo asistenti. Mirë po, këtu ka has ajo hendeku i mos kuptimit të mes të neve dhe rektoratit dhe kjo është ajo e cila ka precipitu deri në ditën e sotit, ku sot kemi taku, siç e tha dhe Blerta, gati pothuajse të gjithë senatorët edhe në formën tonë atë sa ka qenë e mundur, i kemi kërku nga ata që ta aprovojnë ose ta përkrahin idenë e dekanit ton i cili e ka argumentuar në mënyrën më të mirë të mundshme bashkë me menaxhmentin dhe Këshillin e Fakultetit Mjekësisë arsyetimin e këtyre pozitave të kërkuara 38 e jo 11 siç po tenton ta bëj rektori. Doktorisha Blert, prej asaj që arrita të lexoj nga kërkesa dhe gjithçka tjetër që po diskutohet rreth kësaj problematike është që pas pensionimit të mbi 20 profesorëve, Fakulteti i Mjekësisë rrezikon me mbet pa kuadro të mjaftueshme për mësim teorik dhe praktik. Si qëndron këtu? Adilnisi, asistentët po shfrytëzohen një farforme për me u mbajt mësimi, mos me pas një ndërprerje të kontinuitetit të mësimit në mungesë të këtyre profesorëve. Dhe më thonë, këta asistent janë kompetent për të marrë nështë me quj titullin e ligjerusit, me mbajt ato ligjerata një farforme me e kompenzu mungesën e profesorëve, mirë po kur vjen puna të kërkesa për avansim të këtyre profesorëve, atër del që ata nuk janë të dej nështë për me u bo aj avansim. Po, kjo punë bulohet dhe me thonë me asistent mungesa e profesorëve. Na e kemi edhe një sa me thonë, dilemë shumë të madhe, pse rektorati heziton, sepse kjo kërkesa jona është legjitime dhe ne këta e kërkojmë në bazë të meritokracisë. Dhe me thonë, të gjithë këta asistent kanë CV mjaft të bujshme, dhe me thonë, me doktoratet e përfunduara në universitetet të ndryshme, kredibile dhe jashtë vendit. Që po i vjen që kemi një shkelje të akteve normative, apo jo? Normative, po. Kemi, dhe me thonë, publikime shkencore në për revista kredibile, shumë të me renome. Në anën tjetër kemi trajnime, kemi për shembull, po flas për vete konkretisht, kam edhe një studim post-doktoral në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht që ka të bëjë me zhvillimin e fakultetit, dhe me thonë të programeve të fakultetit silabuseve. Përkundrazi, dhe me thonë të gjitha këto nuk merren parasysh nga ana e rektoratit. Ajo arsyeja për shkak të implikimeve buxhetore ne konsiderojmë se nuk qëndron, për arsye se çfarë dhe doktoresha Merit ne paguemi vetëm me 30% të pagës, sepse pagën primare e kemi në shëndetësi dhe është një shumë e vogël që na shtohet neve me rastin e avancimit ton. Në anën tjetër, për shembull, rektorati qysh ka planifikuar tani në embrimin e 23 pozitave të reja për asistent, kjo më tepër ka implikim në buxhetin e universitetit, për arsye se ato janë pozita të reja dhe një farforme mirë të paga e plot në krahasim me këtë 30% tonë. Domethënë edhe ky arsyetim i rektoratit nuk qëndron për ne. Faktikisht nuk e zgjidh problemin. Doktoresha Merit, e tham që Fakulteti i Mjekësisë, kushdo që jeton në Kosovë e din që është prej më të dëshiruarve. Është njëri prej fakulteteve që numri i studentëve të cilët aplikojnë për të pranuar është prej më të mëdhenjve. Kretë kjo punë që po ndodh, kretë kjo çështje që ndërlidhet me rektoratin, fakultetin dhe ministrinë e arsimit po ashtu, sikur po ndikon në të themi në këtë imazhin që ky fakultet ka pasur për vite e vite të tëra. Sikur po zbehet ky imazh i cili e përmendët edhe ju, është ndër më të mirët në rajon.
çfarë të duhet të bënim sa më shpejt, sot, jo nesër, plotësonim këto kërkesa, apo të paktën të ulemi dhe të gjejmë të themi një zgjedhje që është e pranueshme për të dyja palët. Kur them një zgjedhje, nuk kuptoj për ju dhe për rektoratin, për Universitetin e Prishtinës. Këto janë problemet tona të brendshme, të cilat i përkasin stafit akademik në asnjë mënyrë s'kisha dashur mi dekuraju studentët e rinj, të cilët ndrojnë të jenë mjektarshëm. Ndikojnë, por këto ka zgjidhje dhe për këto ne vetëm dojmë ta theksojmë një problem madhor i cili ende ka motiv nga stafi i cili fret me 17 deri 20 vite me doktorata dhe janë të motivuar ende ta vazhdojnë rrugën, mos të ngecen në mes të rrugës dhe të heqin dorë nga ngritja atyre profesionale, në fakt akademike. Kështu që ende vazhdon të jetë dhe do të jetë gjithmonë fakulteti i mjekësisë një prej fakulteteve më të dëshiruara prej të rinjve, ku për një vend konkurrojnë 8 vetë, që është e dhimbshme për ata të tjerët të cilët nuk pranohen. Mirë po na prapë shpresojmë që do të gjendet një rrugë, prandaj dhe e bëjmë më të madhe, më të zëshme, duam të gjejmë zgjidhjen, jo të krijojmë probleme, sepse hendeku i krijuar nuk është prej neve, prej menaxhmenteve të kaluara, të cilat kanë krijuar rrugë kolaterale për punësimin e shumë profesorëve të tjerë, të cilët nuk i kanë zbatuar rregulloret ashtu siç kërkohet sot edhe betonohet sot me rregullore për çdo vit. Kështu që ne prapë shpresojmë që do të ketë zgjidhje por në qoftë se nuk do të ketë zgjidhje, ne nuk do të ndalemi me kaq. Domethënë kjo ka qenë ajo mënyra ma e vrasht për neve, që e kemi pas shumë shtirë me dalë aty para senatit, dhe se cilin prej senatorve me taku dhe mi thonë mos me votu pikën 4, sepse është në dëm të fakultetit mjekësisë. Sepse ne nuk kemi asnjë shpresë që do të hapet prap konkurs tjetër, sepse kanë kaluar 3 vite dhe nuk ka pasur konkurse fare. Po shkon duke u thelluar problemi, nuk është zgjidhje kjo, nuk është zgjidhje. Zgjidhja është të dëgjohet fakulteti i mjekësisë, menaxhmenti, këshilli i fakultetit mjekësisë. Janë njerëz të votuar në këshill, nuk kanë shkuar aty prej klinikat vetveta, po kanë pasur besim njerëzit që i kanë shkuar aty. Edhe secili prej tyre, domethënë, e ka arsyeshmërinë e votimit të këtyre pozitave, nuk është prej dëshirës apo prej çështjeve politike apo diçka që tankohen ka synime të kthej kohën, po pa nevojë. Jemi grup shumë, do me thonë, profesional, por edhe të mendimeve të ndryshme nuk na bashkojnë neve çështjet politike aty, po profesionale dhe akademike. Dhe të gjithë jemi një zëri. Është problematik shumë e madhe, mu po m'vjen keq që sot për herë të parë unë jashtë mjekësisë flas. Por ja që këtu jam. Është edhe një gjësi interesante edhe për ne në studio, sepse gjithmonë kemi folur për problematikat të një është shumë shqetësuese. Doktoresha Vlerta, më bëri shumë përshtypje kjo që tha doktoresha Merit. Nuk ishte e lehtë për ju të takoni secilin prej atyre senatorëve dhe të kërkoni të bëni kujdes me këtë njenin 4 që po e përmend. Jo, as pak nuk ka qenë e lehtë. Domethënë ne kemi ardhur deri në atë pikë ose që thash dhe më herët në formë të dalim në rrugë dhe të kërkojmë të drejtën tonë. Ne dje u befasum nga një takim që kishin në kolegjiumi dekanëve dhe kur e ndëgjum se këto kërkesa do të jenë për avancim të stafit në fakultetin e mjekësisë dhe për këtë arsye mendum që një farë formë ta shprehim revoltën tonë dhe të kërkojmë nga senatorët që të mos votohet kjo formë e këtij konkursi. Krejt në fund, çfarë shpresoni pas këtij reagimi publik, takim dorë me dorë, në kuptimin që keni folur me secilin prej tyre? Ne shpresojmë se kemi me pas përkrahje nga ana e rektoratit, nga ana e Ministrisë Arsimit, sepse kërkesa jonë është legjitime, është e drejtë dhe kemi shumë kohë që po presim.
Çdo pritje I vjen edhe fundi, edhe për neve është të bërë shumë. Kemi mundësi për punësime në për vendet tjera, në për kolegjet private, që nështë si staf akademik kemi shumë të kërkuar edhe aty. Edhe materialisht, dhe më thonë, përfitojmë shumë ma shumë. Mirë po, kemi qenë pjesë e Universitetit të Prishtinës, dhe më thonë që nga fillimet tona, edhe nuk është dëshirë, dhe nuk është e letë asë neve të ndërrujmë. Doktoresha Mrit, doja të ndërlidhesh pikërisht me këtë që sa po tha doktoresha Vler, apo I përzojmë vetë njerëz tonë për institucioneve shtetërore? Është shumë e dhimbshme, sepse kërkesat vazhdojnë të jenë nga universitetet private me kushte shumë, edhe të huaja, pse jo. Ne kudo që mundemi me apliku, ne I kemi të përmbushën atë gjitha kriteret, si cili ma I mirë se tjetri është, nga këta 30 vetë, minimumi 30, po janë edhe më shumë. Shpresa tona janë shumë të mbaja tash të Ministri I Arsimit, I cili ato që ka mundet me realizu është një takim të përbashkët mes Universitetit të Prishtinës dhe njësisë tonë. Jo është premtu një takim? Jo, ne nuk kemi ende përgjigje, sepse kërkesa sapo është shku shkrimi I peticionit, por ajo do t'ishte zgjidhja, takim I përbashkët, argumentimi I të gjitha fakteve dhe në fund dalja me ndonjë zgjidhje, sepse këtu për askend, unë nuk e di ku është problemi që mos realizohet kjo. Kush gëzohet, kujt I pengon. E mira është tek studentët mas pari, nuk është kjo çështje individuale, është një motivim shumë I madh për neve. Ne vazhdojmë ta kryjmë punën tonë me nder, sepse ajo që na përmbush është pacientat. Mirë po, në anën tjetër, një gjë e cila na takon të mos realizohet është demotivim shumë I madh. Unë du të shpresoj dhe të besoj që në një të ardhme ju shumë të largët, t'ju kemë përsëri në studio dhe të flasim për ndryshimet që ka bërë kjo kërkesë juaj dhe mbi të gjitha e drejta që ju takon, diçka që do të vim me kënaqësi. Është e juaj ligjërisht. Faleminderit shumë për kohën që ndahet sot për ne dhe mbi të gjitha për punën e mrekullueshme që bëni me pacient, por edhe me studentët e Kosovës. Faleminderit shumë që na ndëgjoni. Lutem, faleminderit shumë.